Kemi kaluar në një moment të veçantë. Gjone Zotri, ajo është një kompozitor, është një tekst shkrues, është një artist, është edhe profesor. Janë plot këngë që identifikojnë emrin e tij, po dhe vetë emri i tij identifikon plot këngë. Dhe sonte është mysafiri ynë i veçantë që vjen në spektaklin tuaj Odeon për ju, për ne, për të gjithë. Hekuran Krasniqi, Heki. Hajde Heki, Misi Gjeta, faleminderit shumë. Gratuloj. Wow. Heki, pata dëshirë në këtë mënyrë, edhe pse ne veç sa po e ndoqem një këngë tuajën, dhe të falenderojmë për këtë, po desha në këtë mënyrë të fus në studio, sepse absolutisht e meriton dhe ka goxha një kohë që nuk kam pas musafir. Mendova që s'kam e pas emocione veç, për një me u emocionova në mënyrën se si unë prezentove. Shumë faleminderit. Unë besoj që s'kam shtu asgjë, bile kam lënë plot pa thënë nga ato që mirë se erdhe. Misi Gjeta. Si po vete, si po shkon kënga, për Hajr Bajrami, si jemi në festen dhe juve dhe të gjithë spektatorëve, gëzuar festen, shëndet, barësi, gjithat mirat. Heki, jena mësu me të thonë Heki dhe tashi, të pengon kjo? Ja, as pak. Sepse të njohin Hekuran Krasniqi gjithë, me këngët tua, me sukseset që i ke pas në për vite, e thash se plot këngë janë identifikuar me emrin tënë, po dhe emri yt ka identifikuar plot këngë edhe plot hite në për... Tu ban shumë në botën e muzikës? Po, muzikë nuk është kur mjaftueshëm. Njeriu sa të ka fuqi, energji edhe ndjesi të mirë, ai për herë duhet të kontriboj në muzikë. Ashtu kësaj edhe unë po përpiqem thjesht të veproj dhe jam shumë i freskët në këtë drejtim edhe normalisht kjo vjen si rezultat ose derivat i njerëzve të mirë dhe energjisë mirë që të rrethakon. Edhe kjo është një prej arsyeve që kur delti dhe e tregon para të gjithë atyre që të ndjekin se je të bo diçka dhe dikush për të sheh, po të ngon dhe po kënaqet me ty, kjo është një arsye më shumë që ti më smunon. Ti goxha ke bën një farë mozaiku shumë të bërë mirë, do më thonë, ka rënë secila pjesë e atij mozaiku në vendin e tij, sepse kënga sigurisht ka qenë fillimisht një hobi juaj. Pastaj kompozimi, pastaj di që ke shkruar edhe tekste, orkestrim, realizime këngësh, klipe, bashkëpunime të shumta, profesor, vazhdon? Po jam unë aktiv realisht në botën e multimediave, fatmirësisht edhe normalisht kemi një kualifikim para prak për të gjitha këto që i the, përsa i përket muzikës, publiku i gjerë nga një përmes punës tonë muzikore dhe unë jam përpjekur thjesht të rri këtu që mos të ngarkoj shumë me këtë pjesën tjetër duke ju referu paka shumë pa modesti për të thamë Mr. Binit i cili thotë se publikut nuk intereson shumë suksesit. Edhe unë nuk kom dash një ngarku me të gjitha këto dashta përpjekjet ekstra të mijat në ngritjen e cilësive dhe në ngritjen profesion, sepse kam vlerësuar që kënga, zëri, teksti, muzika është ajo çka i duhet ngon. Dhe nëse më ftojnë për të dhënë një kontribut në fushën për të cilën jam i kualifikuar, ajo duhet të bëhet në vendet e duhura, në tavolinat e duhura. Çdo gjë në vendin e duhur, çdo gjë në vendin e vet. Jam përpjekje pragmatik dhe përgjigjja saktë e asaj që thatë si hobi, realisht unë kam trashëgimi këtë si them virtyt. Muzika, arti ka qenë për herë në familjen tonë dhe fatmirësisht unë thjesht rodha nga ajo familje dhe i shpërfaqe e vazhdove traditën. Të gjitha këto vlera. Veç e kultivove pak më mirë, më shumë, mundësit ishin, koha e bërit veten. Cilat nga këngët tua, se na kemi folë për karrierën tënde, kështu edhe në përgjithësi, cilat nga këngët tua ka një histori të veçantë? Realisht, në secilat fazat jetës njeriu mund të ketë momente ku përpiqet të thurë vargje të cilat prej fazës së shkruar vjen deri te interpretimi, pasurohet me muzikë, me një tingull të bukur, edhe përpiqet të përçojë një mesazh tek dëgjuesit e muzikës, dhe ti preokupohesh me tekstin, që do të thotë tematikat janë shumë interesante. Tematikat, për shembull, menjëherë pas luftës kanë qenë kryesisht argëtuese për dashuri, edhe mosha ka qenë e tillë kështu me radhë. Pastaj zhvillimi shoqëror në përgjithësi ka ndikuar në zhvillimin dhe përgatitjen tonë edhe intelektuale, edhe jemi, si më thon, ballafaquar me një të vërtet çfarë të bëjmë tash.
por ju, ne dhe gjithë ata që po na ndjekin janë dëshmitar të zhvillimeve shoqërore në përgjithësi dhe natyrshëm janë përpjekur thjesht t'i përkushtohu muzikës edhe në disa aspekte, sidomos në kultivimin e vlerave të luftës, në kultivimin e muzikës mirëfillt shqipe, ku vjen në shprehje melosi shqiptar, elementet të muzikës polifonike, gjithashtu edhe të tingujve të çiftelisë e kështu me radhë, që ato të jenë të pranishme në atë llojshmërinë e muzikës që e kanë bërë nëpër vite, dhe kësaj jemi përpjekur që të mos lejmë anash tematikat të cilat neve na ka dogë se kemi mujt me i bo. Po thash se nuk përfundon kur, por sfiduese sigurisht është ta dim për çka me knutash. Se ta në kohën dashuris, nuk është kur bëu me knu dashuris, po për një artist është shumë e rëndësishme me qenë i përfshirë në tema të ndryshme. Mendon dukuri të ndryshme të jetës që përbrejnë e ndërthurin jetën tonë, janë frymëzimi i krijimtarisë të ndryshme që në kërkim e sipër i gjen. Patjetër, se motivohet njeri. Dhe kështu lind një frymëzim për një këngë të re. Po, më mbet e bërë për pyetjen. Hajde përsërit më, ka mundësi. Një histori që e bën të veçantë një këngë tëndën. Tash me që është numri i madh i këngëve, dhe tash ChatGPT-ja përgjigjet me të para. Ndërkaq një njeri si unë dhe si ju dhe si gjithkush tjetër i vim pak kohë me mendu, jo rastisht po frazoj në këtë mënyrë. Kjo më ka dhënë mundësinë që t'jemi relaksuar, të përgjigjem në këtë mënyrë dhe artistat e ri që na shohin, ta marrin këtë model, nuk ka nevojë me qenë të shqetësuar në asnjë aspekt. Edhe kjo, që thuhet diçka dhe ta zbulojmë në nxehtë nuk do thotë që thotë ku me diçka. Janë disa vlera artistike njerëzore të cilat duhet i përçojmë tek ata që na ndjekin. Dhe në këtë rast imagjino si do të përgjigjem, duke mos e dëmtuar krejt këtë opus të muzikës që është në numër kogja i konsiderueshëm, se jo vetëm këngët e mia, kam përgatitur këngë edhe për të tjerët, kështu që për mos me i hin hak krijimtarisë dhe teksteve të shumta dhe muzikave të shumta, ndoshta do ta kujtoj ajo më mbyti këngën me Fisnikët, e cila i ka kaluar 100 milion shikime tash, pa kurfar sponsorimi, pa kurfar tendence me shpërndarje, do të thotë populli dyqysh reagoi dhe pëlqeu, përçafoi dhe i dha jehon krejt kësaj pune. Absolutisht. Zemra sa e don, ti nuk e imagjinon. Këto janë vargje që i kum shkruan me fjalë tjera. A vargje që i ke shkruar? Ka bo Agimi. A të tjera ti ka bo Agimi? Ti knova ato që i kam thurur. Dhe megjithatë doli një këngë e bukur, ndjeje që kjo do të bëjë një jetë kaq i madh dhe nuk u bëre fare xheloz që ta bësh për vete, të mos e bësh për të tjerët? Sa pyetje interesante, Naim. Unë i ndjej të gjitha, por se a bën as bën hite, thash se verdiktin e merr populli. Por a dyta, a ke ndje se është këngë e mirë, atëherë po ri përsërish në shpejtësi se çka ka ndodhur. Ishte ora dikun 2:30 në mëngjes nëse s'gaboj dhe e mora telefonin instinktivisht me thirr Agimin se e ndjeja çaj duhet me kënduar. Është e çuditshme. Megjithatë kur po shosh vonë ja shkruaj tani mesazh se thash sigurisht është u fjet. Agimi mu lajmëru të nesër mend dhe tha mirë, do ta dëgjoj nëse më ngjiz, më pëlqen edhe e bojmë patjetër atë. Tash, miku i tij Joni i përbashkët Besimi gitaristi tha heke edhe Erzeni, shpresojmë që Agimi të përgjigjet se i ka disa karakteristika ai vonon shumë, deri në 6 muaj një tekst me bo. Unë se kisha këtë informacion dhe thash nuk e besoj be, na tha ku më ditë po shnash si do që jetë, nuk është problem. Mas 2 ditë erdhi me tekst Agimi në studio. Gjatë që si kish bova ki do të thotë edhe ai me mënyrën se si reagoi e dëshmoi edhe një herë se ka një melodi, një fshetësi. Ashtu deshte i madh i Zot dhe u bë kjo punë dhe publiku e vërtetoi se kjo këngë do të rezistojë nëpër kohë. E kom pas si pyetje, cili bashkëpunim ju kalon bresa më shumti? A mund të jetë ky bashkëpunim që ju kalon bresa më shumti kështu në karrierën tuaj deri më tani? Kjo është një bashkëpunim që, si më thon, ka gjetë vend pak më shumë në zemrat e dëgjuesve në mendjet e tyre. Është këndu më shpesh se bashkëpunime të tjera. Kështu që edhe mos më pas dasht gjërat kanë shkuar në drejtim, që bashkëpunimi ta ketë një po ta imponon diçysh sepse është veçu. Po përgjigjja saktë është se të gjitha bashkëpunimet e kanë, si më thonë, atë bukurën e vet. Ti ke fituar edhe çmime edhe në festivalin e videoklipit shqiptar edhe në festivale të tjera, po a ka ndonjë këngë që mendon se nuk e ka marrë vlerësimin që e meritonte? Po për fat keq ka. Ka. Për fat keq sepse je zgënjur, je mërzit, ke reaguar, ke bërtit? Faktikisht nuk jam mërzit, por jam përpjek me kuptu pse. Edhe sigurisht është me pak fjalë po përgjigjem, ka shumë faktorë rrethanor që ndikojnë, që për shembull një prej këngëve që ti ndoshta pritshmëritës atij materiali i ki të jashtëzakonshme dhe ja që nuk ndodh ashtu dhe jam përpjek me kuptu pse, do thotë shumë faktorë rrethanor. Sot jetojmë në çfarë kohë jetojmë, në gjithë e dim, domethënë rrjetet sociale,
Për çdo ditë ka një tip update ose riformatim të mënyrës së operimit përmes mjeteve të informimit dhe ti duhesh me bë një sponsor, duhesh me ditë çysh me bë atë sponsor ose me komuniku me një grup ekspertësh të cilët merren ekskluzivisht me paraqitjen e materialit tanë ti e di shumë se dikur u dash me shku në televizion dikon dhe ti e bo ill, sepse ajo ka qenë mënyra se si kemi komuniku. Sot kanë ndru këto norma, nuk do thotë që i dim të gjitha, dhe ndoshta e kun kuptu pse dhe ka herë nuk shkon deri te veshit dëgjuesit. Një rast shumë interesant se muj me veçu këtu sa i përket muzikës, ajo më mbyti që përmenëm pak më herët një vepër që kam bërë vet, në 6 muajshin e parë dikun nuk i ka kalu 50.000 shikime. Do me thonë, 6 muaj ditë kohë, dikun ka 50.000 shikime ka shkuar. Mas 6 muajve ka fillu me hec, njerëzit e kanë pëlqy, ka vjen kohë për me shku deri te duhej një tik. E tash ndoshta këtu kisha mujt me thonë, ej, dëgjues të muzikës time, ju mundi mi pa punët e mia. Ndoshta ballafaqoni me naj këngë që dita e ka dalë para 3-4 vjetë, ju e dëgjoni si premier. Kaq muj mi thonë unë. Përmes këtij emisionit ton, sepse mënyrat janë të ndryshme, kërkohet angazhim, por ndoshta na edhe mosha po bëj gat veten. Edhe ti nuk po mundesh me ndjek se cilin hap me qenë i pranishëm sikur dikur që kemi shku në festivale, në emisionin xhirime kështu me radhë kanë ndryshuar pak normativa sjelljes këtij drejtim, por miqtë vetë nuk harron si puna jote sepse edhe këto respektojnë vlerësoj shumë. E di që kjo ka një feedback të mirë dhe jam i njohur. Tash është kriju, mirë, moshën e përmendë shumë herët, po tash është kriju një karrierë. Ti jeni dritare shumë drejtuese e shumë edhe një pistë ndriquar e shumë krijuesve të arshëm, nëse do të pyesnin cila do të ishte porosia jote për krijimtar të ri. Po, ndoshta ajo ma thjeshta, ma e perceptueshmja është që ata fillimisht vetë duhet të ndjehen mirë, sepse një krijues duhet të jetë me vetveten e vet mirë. Çdo gjë që përpiqet ta çet ndoshta prej disponimit, ata duhet të gjejnë mekanizma si ta marrin veten më të mirë, veç me veten e vet kanë punë. Do thotë kjo arrihet përmes leximit, përmes filmit, përmes shëtitjes, përmes dhënies dashurisë pafund ndaj të tjerëve, tu fillu pe familjarëve e më gjerë, sepse kjo është mënyra më e mirë si ty të forcon edhe me një farë mënyrë të jep të drejtë të reflektosh dhe ajo që ti e bën ndjehet nga të tjerët. Kjo është formula ime. Nuk ka këtu magji, nuk ka këtu çelës tjetër. Vetëm gjendja jote personale e mirë kur ti i qet, domethënë, je tipik artist, domethënë, e kërkon të bukurën ti shumë lehtë e gjen. Nëse ti nuk je mirë edhe me një farë mënyre se provokosh, na këtu po jetojmë, ka shumë për çdo ditë na bën nervoz në komunikacion diçka, domethënë, përpjekja kryesore është se ti të gjesh paqe me vetë, ti je rehat, ti je i lexueshëm, kesh informacion sa më shumë sepse shkallën krahasuese atëherë do ta kesh ma trafinuar. Kjo është mënyra që unë mendoj. Sa më shumë që të kontaktosh, të perceptosh, se muza rrinë ndezur e heshtur, veç duhet ta zgjosh. Sa muza rrinë e heshtur e ndezur, veç duhet ta zgjosh. E heshtur e ndezur, veç duhet ta zgjosh. Sa ka luajtur rol dhe luan familja në krijimtarinë tënde? Familja është shtytësi kryesor, për arsye se si në gëzime, si në idhnime, ti duhet të jesh pranë tyre. Kështu që edhe në punë, edhe në karrierë, edhe gjithmonë tjetër. Kur e keni përkrahje nga ata atëherë ti vetëm se vetbesimin e ke në nivelin e dur. Pastaj me njohuritë që ke, me tipin që ke, me gjitha ato virtyte që u përposa ti them me disa fjalë, ato vetëm e zgjerojnë atë rrethin, range-in që i thonë këta, rrethin tënd të përkrahjes dhe të mikpritjes, të mirëpritjes dhe të përkrahjes përfundimisht, edhe kjo është mënyra që ti edhe vjen në shprehje ndoshta se familja është definitivisht marrëmendja që është A-ja, B-ja dhe C-ja kësaj pune. Po të erdhe nga një familje me pedigre në këtë drejtim. Në realitet, të erdhe në botën e këngës ishe i mbushur me tinguj. A mund të themi kështu? Ishe i mbushur me tinguj, dhe tani kjo duhet shpërthente në një formë tjetër, me risi, me gjetje të reja, por rënja ishte. Po ishte, vërtet. Kush ka kënduar kështu në përgjithësi para teje në familjen tënde? Po, të parët e mi, s'po thonë baba, po të parët e mi, ata për herë kanë pas muzikën, artin muzikor dhe artet e tjera, kuptohet. Kanë qenë për herë në familjen tonë. Unë jam rrit me një familje ku muzika nuk diskutohet se ka qenë e pranishme, si nga ana e atyre që kanë luajtur në instrumente dhe kanë kënduar. Unë jetëm është lujt edhe shah mirë, është skiju mirë, është lujt ping-pong mirë, është lujt futboll mirë, është lujt karate mirë.
Unë kam babën dhe 6 vllaznit e tij, domethënë gjithsej 7 djem halla s'kam. Aty ka pas disiplina të ndryshme, domethënë. Pse 7 kanë qenë? Janë ende Janë fatmirësisht, 7? po janë, po. Një ekip i vogël futbolli. Po, e vërtet, edhe kjo e vërtet. Edhe aty çka s'kemi pa. E kështu që ndoshta kjo ka qenë një element, edhe unë si nipi i parë i asaj shtëpie kam qenë pak më i përkthjelur, edhe ka dorë Zoti me pas këtë fat. Kam fitu shumë për ty. A u desh të vite? Apo u desh që të filloj të këndoj edhe Mirlinda, edhe e mendon thu, një trekëndsh i mirë, interesant, do t'ishte mirë me dal, apo cili ishte shkaku, apo ato mbledhit në familje, këndo bashk, bë kështu, mund të dali diçka bukur kështu si tresh. Cili ishte ai tiku, ai momenti që i tha vetës, do bëj një këngë që ta këndoj me babajn dhe me motrën. Unë i kom thënë moti i baba, se babaj... A ke folë moti, ha? Moti. E nuk dëgjoj kja, ja? Jo se s'ka dëgju, po mirë e bojmë, po sigurisht tash pak edhe mosha vën vetën, kuptomi, edhe unë tash i kam kushtet pak më të mira asaj përket thjesht ofrimit ndoshta të një infrastrukturë ose të kujdesem për realizimin e këtyre. Mundësit janë fantastike. E ke parasysh se nuk është edhe bashkë letë me i bonë se si ke këto. Si kom pas, dje kom pas. Ndoshta kjo është arsyeja pse kanë ndodhur tani këto sene, se më herët nuk i kom pas të kushte, edhe jo vetëm kushtet, por si kom pas edhe financat për me i realizu këtë gjana. Kjo është pjesa më sinqertë që po ta them. Megjithatë, shoqyrë që jemi dhe janë kriju mundësi dhe unë kam bërë, por këtu në emisionin tonë, do ta them, kur përmend Mirlinda prej klasës 3 i ka ndjek studimet e muzikës dhe ka përfunduar fakultetin Akademinë e Arteve në Fakultetin e Arteve të Muzikës të Shtetit. Në Prishtinë? Në Prishtinë, po, studimet. Është një muziciente shumë e shkëlqyeshme, që është motra ime, ka një talent jashtëzakonshëm. Unë po përpiqem të përgjigjem, domethënë, kërkesave të saj, është shumë e rafinuar. Kjo është ka të dëgjojmë këtu, nuk është që e përfaqëson Mirlindën. Mirlinda ka një afinitet edhe i njeh ato rrymat dhe moderne botnore, besoj që shumë shpejt keni mi pa dhe ato, por baba ishte ndoshta kryefjala këtu për arsye se edhe disa këngë tjera ja kam realizuar ti të kënduara, kam një befasi, inshallah muj me bosante, kjo është këtu për ta thënë. Për shembull, mori Shkodër është një këngë e vjetër, ja kam realizuar ti bashkë me videoklip në Prizren duke shëtitur me një mik ti, nëse arri me bojnë, nëse arri. Edhe sa bukur është edhe ajo këngë, domethënë disa këngë të bukura që kanë mbledhur dhe me të vërtetë po ndjem shumë mirë se sot edhe ata janë me neve këtu, edhe do të kemi mundësi ta shpërfaqim këtë material. Dhe kësaj po shkëpus edhe një element për mos ta zgjeruar shumë mendimin, njerëzit më kanë thonë përgjithësi Heki pi ndihmon talentat e ri. Po shumë e vërtetë, sepse tri tut më ndihmu ata. Kjo është më shumë e rëndësishme. A di çka thotë? Unë tash jam duke i ndihmuar edhe talentat e vjetër. Ta ndihmuar talentat e vjetër. Me të manë të bëjnë tyre nga këture në majtë të lëtimi. Do me thonë, nëse kemi në rast, që bashkë me bojmë kur këtë qef, unë e pa kur farë, për ta fjallën që pa kur farë interesi. Dëgjojni. Do me thonë, se bashku i identifikojnë, do me thonë, disa print të cilët janë në mosh, kanë talent, edhe fëmijët e tyre nuk dinë se si me ababa për zvetë si të fartë mire. Më thuaj ti se do tjetë aren e shpërfaqjes së talentit të tyre, mund të marrë të gjitha përgjithësi që t'ja realizoj këngën. Ose bashku, po i ndihmojmë edhe të vjetrit, jo vetë të rita. A vjen kjo edhe për mua, mu i më ardhë dhe unë nga këta të vjetrit, a? Ti ata 3 vjeti, ti sjete këta vjetrit. Apo i ftojmë në skenë, zotëri Ademin edhe Mirlindën. Me knatësi, ma të madhe. Adem Krasniqin e Mirlinda Krasniqin me shumë knatësi, sepse kemi fatin e mirë që do të na këndoni këngën që tani erdhe me shumë buj këngën tuaj të përbashkët. Por po flasim pak. I ftojmë në skenë, a? Hajde! Adem Krasniqi dhe Mirlinda Krasniqi. Hajde, Adem mirë se erdhe. Në shumë bërë të hajde. Mirë mirë se erdhe. Ka kam shoj t'i bërë. Knasili po. Po si e buri dheut? Mirë jemi shnash jemi. Gjatë bisedës në një moment thamë nuk dëgjojke. I thash babas dëgjojke, ha? Si keni zgjedhur këto probleme? Kush kanë po dëgjon më shumë? Vallai iniciativë djali ka marrë pak. Si me unesën po ky e ka marrë iniciativën kryesore, e më qiti në skenë. Tha se keni kënduar gjithë familja. Të 7 vëllezërit këndonit? Po valla, unë e moj men babën e kom pasur në këngëtar. Marrëke pitallave që të lija ju bike mishnicave, kavallave, fyllave, sene, kështu që tradit vjetër e kemi. E keni vazhdu? Po, kemi vazhdu. Tashi, emeri madhu bo hekurani, tani se mediat e mundësite, kur filloj ky me shkëlqy, knaqeshe? Valla po.
Pa, i thejshë vetin e herë, edhe unë ti shakon që të ku. Po, i thejshë vëllaj, thejshë, po. A i thejshë? Po, vëllaj, po. E ja kësha bo baba dhe bim, thamune. Naim, nëse më leon. Në këtë rast, baba, me eksperiencat e tia në arsim që ka kontribu shumë në arsimin ton në përkohë, ka qenë edhe në shoqërinë kulturore artistike Afrodita e Mushtistit dhe ti ke parasysh që yjet e estradës që i kemi. Me shkurtën, me syretën, ma vonë Remzia, Motrat Mustafa, gjithë ato. Unë e quj fidanisht atë pjesë kështu të këngëtarëve, të artistëve. Ka qenë në shoqërinë kulturore artistike e Afrodita atëherë, si instrumentiste ka marrë pjesë në festivale ndryshme në Zagrebe, Zagrebe, në për Kosovë kemi dhe koncerte bukur mira. Pa fond. Pa fond, vëlla. Bilem koncertin e punit që kemi dhonë në këtë shësnijën këtu, këtë bërë dhe Ramizi këtu të jakon. Po? Musafire ka në pasë edhe Shasir Sarvadikun. Shasir Sarvadikun. Të përqem Shasir, ja? Koncerti fundit akon aj edhe ma ndeveç u krynë. Profesoresh, mirë se erdhe. Mirë se ju Po të thëmë profesoresh, se ke diplomu. Faleminderit. Për mu ishte risi, se nuk e dija që ke diplomu se je shumë e re, kështu. Faleminderit. Një profesoresh e re interesante, shkon, a ke mendu me dhëmë mësim? Po e kom mendu, po ma shumë më flenë në këndimi. A këndimi? Po, e kam kështu pasion për e vogël. Pasion, zërin e kemi dëgjuar, e kemi pa dhe që është më bukur atash, e kemi studion, e kemi mundësin, tash janë mundësi vërtet fantastike. Kur muza këndon, edhe në 3 natës mi ju tek, kjo më nuk shohet në atë kastofoni, diktafonin e vogël me knu, po shkon atje dhe i bjenë dhe i qizave dhe të nesërmën e kemi të gashëm. Cili zhanër po të pëlqen më shumë? Po, unë jam rritë me muzikë pop më shumë. Po, jam rritë me zhandër të muzikës amerikane, botror. A ke provu? A je duke pregadit diçka ashtu? Në betë të shijet. Ato e është pak befasi. surpriz. A e to e mbefasi? I kam gati, nuk i kam gati në detash. Do me të dhonë një këshil, do me thonë kërkesat me që në këtë drejtimin pop, hip-hop, hip-hop-pop, a mund themi edhe ashtu? është pop music, është për shembull sikur yjet shqiptare që po shkëlqejnë për botë, më linda po çatë Në realitet me pop muzikë, edhe Dua dhe Rita edhe këto tonat në përgjithësi Kosovë, Shqipëri, është mrekulli heki, sa po. Besom në jo që është motra veç kime po. Do me thonë ka elementet që kam të fascinu. Të lutem! Dhe të kam dhe që kanë ramen. Po, këtë propozoj Hekurani, po këndojmë një këngë edhe me babin, Ishte kënaqësia ma e madhe që e kom prit najherë, se do mbetet projekt që do e shikoj tërë jetën, edhe në të ardhmen kur do kem sukses, kjo do jetë projekti ma i mirë që... Do të mbetet gjithmonë, projekti ma i mirë? Ma i mirë, po. Babi si e pranoj mirë? Mirë, nëse kemi pas shumë problem, bile kemi fillu me njëherë me këndu bashkë, ashtu me ushtru, i dërgojshim video heket, jemi të e këndu, s'kemi pas në i vështirësi. Probleme me akord, jo, me talent, jo. Ky iftoj bile talentet e kësaj, talentet e vjetër, me arë, po se ka përplot dhe kjo shumë e bukur. Ide e mirë, mendoj. Tekstin e shkrove vetë, apo? Fatmirësisht, një mik i joni për bashkët Xhavid Bujupi, i cili dhaj në historinë e tij artistike, e ka dhënë një kontribut të zakonshëm, ai ka qenë autori i tekstit, bashkë me mu, unë e kam ndihmu pak a shumë, po Xhaviti e ka atë përgjegjësi që ka realizu këtë tekst, jo vetëm këto edhe disa tekste tjera, për këto falënderoj shumë. Ja shpalose idenë edhe e ndërtuar. Sigurisht, ne kem probleme me tematikat, domethënë si pëlqen tematikën, pastaj ndërthurja e mendimit është besoj që ma lehtë bëhet. Edhe i strefe është me Citeli mos ta harroj, domethënë që i ka dhënë gjyrë kreti projekti dhe falënderoj shumë. E nisi me kamerën e tij, mos i hin hardi. Kështu në përgjithësi se unë e di që ndodh. Herë prin teksti, herë prin edhe muzika, e themi pja bëjmë tekstin. Cila dominante ty apo barabartë? Në këtë rast kemi funksionu në mënyrën ma profesionale klasike të mundshme. Domethënë është bën tematika teksti dhe ka fillu me këndu vetë teksti. Momenti që ka fillu me këndu vetë teksti, atëherë ja kemi bashkangjit muzikën. Do me thonë, kjo është për mendimin tim, është jo në mënyrë impunuese, po në mënyrë kronologjike, tipike krijuese. Edhe kjo ka qenë e vërteta. Basadem, a do në bëndë një këngë tjetër me kërkesa tua, jo me kërkesat e këtyne? Po. A po, a?
Nuk dhe të ndalëm të Me gjithate kanë kalu vite që jeni pensionu, jo shumë vite, po. Pasi e nëzore këngën në ekran, me fmite tu, të takojnë ishë nëzënësit, të thonë, profesor, nga ke knaqë. Po, kom pas rastin vëlla dhe nëzënësa që i kom pas nëzënësa ma kanë uru. Kanë thonë shumë bukur, Edhe dyqysh mu ka dok shumë mirë ati. Mirë. Në një moment tjetër do të ndërtojmë ndryshe një bisedë, profesoresh e kuptum, unë po kam të shirë me të thonë profesoresh se ju në akademi sa të kryni, ju i një profesora. E vërtet. Se është thirrje akademike, me njerë Do mujme. të ishte mirë najme edhe të krijoheshin vendet e punës për kategoritë e milindës, edhe të gjithë të tjerët të cilët përfundojnë studimet në Universitetin e Shtetit Kosovës, në Akademinë e Muzikës, në drejtimin pedagogjik që të mendohet pak ma shumë për sistemimin e punësimit të kësaj kategorie, është specie e cila ndërtohet që nga fëmijëria, nuk është një profesion i cili bëhet me natës, sa një jetën janë formu, edhe me met pa punë kjo kategori me vërtet është për keqardhje. Absolutisht mos harroni. Arti është ajo që kultivon shpirtin edhe mendjen e njeriu. Një shpirt edhe një mendje e kultivuar gjithmonë ka bërë gjëra të mëdha që kanë çuar botën deri në këto nivele. Shumë e vërtetë. Kulturore një shoqërie. A do një me nga këndu këngën se nuk i kam thanë Koran që duhet me këndoni, po në momentin që kemi pas fatin e mirë të rrallë, me nga thonë po e me ardhë, besoj që do nga këndoni këtu. E vërtet na ime për ta konfirmojmë, ne kum di që veç kanë me transmetu në televizion për me kënu se kum di. Po me gjithatar këndoj me knatësi. E kombinojnë atje, ja që s'pak edhe klipin edhe këto, kështu e kombinojmë. S'ka problem. Me pa artistë ynë që shka lujtë në... Hajde. E kishit të vështirë? Ja, unë ka befasu e. Krejt lehti ka. Unë ka befasu. Unë e kom pas derë që nuk do të organizohet e kështu me radhë, po më ka fasu. Ekipa, shoqëria mendonin se ky, do me thonë, ka pas përvojat më hershme në kuptimin e realizimit, videoe tjera, ka qenë hera, por edhe kjo është hera par, na ka befasu, ka bush komplimente. Me të vërtet për thëmë sinqerisht. Po ta një jetën ka folë para brigada nxënësish. I thash babaj tim një herë, sa mire bone më bab, po më birë, tha po në mësu si jetë jem konë të një jetën. Po mirë kjo. Një reflektim i një nxënësit, ishë nxënësit babës, lejo ta përshëndes publikisht Ram Vatën. Rama e këmë po që ka kena aktiv në komente, dhe është në burë me mësusin e ti. Për ndryshe, kër e pyta, babën thash, Ramën unë e njoh, është njëri shumë i përgatitur. Është profesor. Profesor, pa tjetër. Është doktor shkencë i Francës. Pa tjetër, ajo me vlera absolute, e të tjera, por babushim të rrëgë dhe shka tha, a e din tha që shkënë në Rama. Kënë bukur. Ka këndu të unë pak në... Drejt me thonë nuk e kom ditur, kështu që do tjetë një sfide radhës që të mendojmë edhe për këtë. Profesor Ram, bën pjesë në këta talentet të vjetër se vetje hy atje se e bukë. Kam javlon skenën edhe tanë duhet përkitit e botës kemi më javlon për këtë këngë të bukur që në asilni në spektaklin tuaj në sheshtin e fjales e mirë, e këngës e bukur në Odeon, që është Pellaz, e i lirë, e është nëuna e baba e teatrit, e kemi diskutuar shumë. Fjalla Odeon, e kisha thonë. Adem Krasniqi, Mirlinda Krasniqi dhe Kuran Krasniqi, skena për ju. Shumë faleminderit.